Kryeministri Edi Rama i ka kthyer përgjigje presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pas thesës së këtij të fundit nga Shqipëria të marrë pjesë në bordin e paqes. Në një postim në rrjetet sociale ku ka shpërndarë edhe letrën e plot, Rama shkruan se ky angazhim i Shqipërisë për të qenë pjesë e bordit do t'i përcjellet së shpejti kuvendit për miratim. Sot i përcolla presidentit Donald Trump përgjigjen e ftesës së tij për të marrë pjesë në bordin e paqes. Së shpejti angazhimi ynë do t'i përcjellet kuvendit të Shqipërisë për miratim, tha Rama. Në letrën e tij, Rama vlerëson angazhimin e Trump për themelimin e bordit të paqes dhe falënderimin për të ftuar atë personalisht për të qenë pjesë e tij dhe Shqipërinë si antare themeluese. Në një kohë kur konfliktet dhe përçarja dominojnë shumë shpesh panoramën ndërkombëtare, paqja duhet të formohet aktivisht e jo të pritet pasivisht, atë diskutohet pafundësisht në forume politike, teksa përreth globit jetë të pafajshme humbasin kotësisë çdo minutë. Bordi i paqes shfaqet si mishërim i kësaj domosdoshmërie urgjente. Ai shpreh gatishmërinë e plot për të kontribuar në këtë përpjekje. Prandaj është njëkohësisht privilegj dhe nder të shpreh gatishmërinë time të plot për të kontribuar në këtë përpjekje të rëndësishme dhe për të bërë tërësisht pjesë e një angazhimi të përbashkët që synon të përkthejë vizionin në veprim. Republika e Shqipërisë ka qenë prej kohësh një aleate e palëkundur e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e lidhur me vlera të përbashkëta, respekti ndërsjellë dhe një përkushtim i përbashkët ndaj lirisë, demokracisë dhe sigurisë ndërkombëtare. Kryeministri Edi Rama nënvizoi se pret me interes që të kontribuojë me suksesin e misionit të bordit të paqes. Kreu i qeverisë nënvizoi se së shpejti angazhimi ynë do të përcjellet kuvendit të Shqipërisë për miratim.